Rudina Dembacaj hap zemrën. Kam kaluar një abort spontan. Në një rrëfim të ndjerë, Rudina Dembacaj ka ndarë me publikun një nga momentet më të vështira të jetës së saj. Ajo tregoi se në janarin e kaluar kishte përjetuar një abort spontan, pa ndonjë shkak të përcaktuar mjekësisht. Megjithatë, Rudina tha se kishte zgjedhur ta shite këtë ngjarje të dhimbshme nga një tjetër perspektivë. Rudina theksoi se kjo përvojë, megjithse e vështirë, u shërbeu për të reflektuar, për të ndërtuar më shumë forcë dhe për të mos humbur besimin në të ardhmen. Unë vjet në janar kisha një abort spontan. Nuk kishte një shkak të caktuar, zgjodha që ta shija këtë ngjarje të vështirë. Zgjodha ta përkthej në një anë tjetër që kaluam ne të dy, në të gjashtë të. Na shërbeu për shumë gjëra, vazhduam, shpresuam. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.